Unë tash nuk kam asë një zgjidhje tjetër pa u kthyer nga diskutimet e fundit dhe aja që ne kemi kërku seancën, kemi kërku një seancë që debatojmë dhe të dalëm me qëndrime për tarme. Është e vërtet që në fjalën tim të parë ne kemi nxjerrë disa konstatime që u vërtetu në debate sipër që keq menaxhimi i sektorit është evident, që qeveria ka dështu dhe ne pritëm që debatojmë dhe janë herë në fillim u thash, hajde të ulëm dhe debatojmë si dalim nga kjo krizë. E vetmja ide, qëllim, diskutim i qeverisë ke aman dy ligjet, në fund tha dhe ata e zbuti tonin, deri në tokë ministra, a harroj që deri tash na shajti e s'la gjon, pa ju thonë deputetve, e që realisht unë nuk e prita ministre, sepse prita me na shpjegu të kalumen heq, se tonë e dim. U ktheve 20 vjet pas në gjitha diskutimet, pas në the as një fjalë për tarmen. Dhe unë për të regoj që tash e posh edhe qëllimin edhe synimin dhe bënëm mirë që ne pas këm kundërshtu paketën e ligjeve që ke pregadit për një fakt. Më lejo të arshytoj edhe të argumentoj sepse nuk përnolëm tek sektori privat i energjisë, po përnolëm pikrisht të sektori publik, e që për ju thamë që nuk për thamë direkt qeveria pishet, po qeveria pe monitoron dhe pe orienton shitjen e energjisë. Në rastet caktuara dhe pa procedurë, në rastet caktuara dhe pa tender, në rastet caktuara pe mbulon. Më lejoni t'ja shpjegoj një rast. Dhe këtë që ma kujtoj Ministri Financave. Ka 2 vite që në Komision për Ekonomi, nëse është një kolegë këtu për skokan, unë kam kërku dhe kanë bisedu dhe janë incizimet e Komisionit për Ekonomi, kur në kam udheq, me pas një auditim për ujmonin, hidrocentralin, atje, pritëm pak, atje zërëja ka fillu një proces hetimor, auditus, dorënu, ta të dalë tash, mësë mërzeti. Dhe zërëja për 2 vjet e ka hetu, e ka monitoru, Ministria e din. Po për 2 vjet, raportin hetimor, me presion politik, zërëja nuk përguzon me miratu me shtinë randitës. E ka shtinë randitës, e ka hjek, e ka të shkrume, tash së fundi prap e ka shtinë, e shtinë pikën e 84-85, sepse atje auditori, gjithësisht ekipi monitorus, ka konstatu që Faruk Muika ka abuzu profesionalisht e juridikisht me tregtin, ka abuzu me nominimet, ka abuzu me shitjet e energjisë jashtë procedurav dhe jashtë rregullav të shkruara me ligj. Për 2 vjet rresht, bordi zërëish nuk guxon për shkak ndërhyrjes politike me bënd vërtet atë që e kanë thonë ekipet profesionale. Dhe kërkoj publikisht që me u po çështja devijimeve gjatë vitit 2024-2025 në Ujman dhe çështja e nominimeve dhe harmonizimi i tyre. Sa është bodami, është respektu ligji i prokurimit, sa është shit dhe kush e ka shit dhe kush e ka ble. Pra, unë ju thëmë me bindje që nuk e di kush e ka ble, po e di që e ka shit hidrocentrali Ujmanit me drejtor Faruk Muiken, pa procedurë. Po mje shpelypi. Pro, praktikisht, Ministria menaxhon me njësinë ndërmarrje publike. Ministria ka dorë juridike dhe menaxheriale në këtë ndërmarrje. Ministria e din që ky rast është që 2 vjet në përkuloret e niveleve politike për të mbulu. Dhe është mirë me ju hap portën zërëjes, me miratu raportin ashtu si qështë nga profesionistët dhe ju me në raportu neve pastaj për gjanat të tjera se nuk keni ndërhyrë drejtësi. Nëse kjo është një rast eklatant i ndërhyrjes, atëherë si të besojmë na